feja e shqiptarëve islami është një konstatim dhe një analizë dhe një përfundim që del si rezultat i debateve, i diskutimeve, i muhabeteve që bëhen në emisionet të ndryshme televizive, në forumet të ndryshme të internetit, mes njerëzve në përgjithësi. Dhe pse themi këtë çështje, ose pse e flasim këtë muhabet? Për shumë arsye. Tani na jemi në vigjile të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë londineze, e cila në vetvete krijon një gëzim të shqiptarët dhe shihet një tendencë i katolicizmit të shqiptarëve nëpërmes figurave të ndryshme, duke tentuar që të imponohet si kulturë dominante katolicizmi dhe duke e keq përdorur tolerancën fetare si një armë për të penguar fetarizmin e pjesës muslimane të shqiptarët. Dhe improvizimet dhe imponimet e vazhdueshme politike që u bën shumicës dërmuese muslimane të pjesa shqiptare, duke e shfryzuar dhunën sistematike shtetnore kundrejt muslimanëve, padrejtësinë ndaj tyre, për shembull ndërtimi i një objektit, një kultit fetar jo musliman me lirinë më të madhe dhe do thotë mënyrën më të lehtë i gjehet lokacioni dhe i jepet e drejta e ndërtimit dhe për një kohë të shkurtë merr formën e vet. Çdo objekt kulti të muslimanëve ka peripetitë e veta në leje, në krijimin e hapësirës, në bëhet zhurmë mediatike e madhe rreth saj. Problemi i xhamive nëpër shkolla, problemi i lëndës fetare, pra këto elemente që kanë të bëjnë do thotë me pjesën fetare muslimane kanë probleme, kurse të tjera do thotë kanë liritë e mëdha. Andaj përderisa kryetarët e bashkive islame vinë me origjinë shqiptare, nga familjet e njohura, me kontribut dhe taban kombëtar, kemi na figurat e kishave feve të ndryshme që vinë me origjinë jo shqiptare, me taban jo kombëtar, ato tolerohen edhe respektohen edhe nderohen. Do të kemi një disharmoni që fatkeqësisht e bën edhe politika, po edhe një pjesë e elitës intelektuale, edhe mediatike, karshi atyre që përfaqësojnë fenë jo islame dhe tolerancën dhe lirinë dhe hapësirën që i jepet atje, dhe karshi për shembull figurave fetare islame që kemi. Andaj një kryetar të Bashkisë Islame, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni apo në Shqipëri, nuk e gëzon të njëjtin respekt, të njëjtën liri, të njëjtën përkraje që gëzojnë komunitetet fetare të tjera, që tregon domosdoshmë një keq përdorim i situatave që gjendet në te populli shqiptar për të afirmuar një fe kështu një fesë tjetër, dhe keq përdorim i tolerancës fetare të cilën e ka ushqyer dhe e ka kultivuar tek shqiptarët feja islame si fe dominante për të motivuar dhe për të dhënë kohë ndihmës dhe përkrahjes së feve tjera në disfavor të fesë islame. Çështja tjetër, pse ndodh kjo sepse ateizmi dhe komunizmi ka krijuar një grumull të madh të njerëzve pa fe, të cilët do thotë kanë zgjedh ose kanë pasë katolicizmi si kulturë që dominon në Evropë është një fe që s'ka detyrime dhe obligime dhe rituale fetare, dhe kanë parapëlqyer se ata ateist pa besim në Zot e parapëlqejnë gjë të tillë, apo kanë shkuar janë bë agnostik që e kanë një lloj përfitimi për Zotin, por pa obligime konkrete. Dhe këta e mbrojnë domosdoshmë një teori të këtillë që të pengojnë zhvillimin e fetarizmit të pjesës muslimane, e cila domosdoshmë është fetarizëm aktive dhe është fetarizëm domosdoshmë praktike, që shihet me numrin e djemve të ri që falen dhe numrin e vajzave të reja që vendojnë xhami dhe numrin e madh të besimtarëve muslimanë nëpër xhamia. Dhe këto janë do thotë shembuj të guximit dhe vullnetit dhe dëshirës që të praktikojnë islamin praktikisht, jo vetëm verbalisht, jo vetëm sikur se ndodh me katolicizmin, domethënë pjesëmarrje domethënë në festat e fundvitit apo në disa momente do thotë të gëzimit apo ahengje të ndryshme që nuk kanë obligime rituale të përditshme. Kurse muslimanët po bëhen musliman dhe po janë gatshëm u marr me rituale të përditshme, edhe për këtë shkaqe domethënë ajo pjesë e popullit që ka qenë ateiste në kohën e komunizmit, sot e merr një ngjyrë domethënë të një feje që
u mjafton si kulturë, jo si rituale, për mos me qenë besimtar të devotshëm të ndonjë feje të caktuar, pa marrë parasysh a është Islami në këtë rast, a është domethënë krishterimi me katolicizëm apo me ortodoksizëm. Dhe kjo është e dëmshme edhe për fe të tjera, domethënë nëse fe të tjera pranojnë përveç Islamit të përfaqësohen me njerëz të këtill që e përdorin fen për kulturë, për dominuar, për të manifestuar një farë lloj lojaliteti ose për një farë lloj identiteti vetëm kulturor pa atë fetar, kjo është kundërshtim me rregullat fetare të vetë feve që ata domethënë dëshirojnë të janë veshin këtë formë të botë kuptimit. Dhe normalisht këta njerëz me një qëndrim kategorik mundohen ta përjashtojnë Islamin për një përfitimi domethënë të këtij, edhe pse shumë figura domethënë fetare kanë dhënë rolin maksimum domethënë të gjitha konferencat e ndryshme të shqiptarëve për pavarësi të tyre domethënë nga shteti Osman, pa marrë parasysh si analizohet sot si qëndrim i sakt apo jo i sakt, një pjesë e madhe të kanë qenë me origjinë muslimane, madje kanë qenë edhe hoxhallar dhe këtë nuk mund ta mohon askush. Dhe për shkak të drejtësisë domethënë elitat shqiptare sot duhet të kenë qasje të barabarta ndaj gjithëve dhe duke dhënë përparësi dhe respekt shumicës e mos flasin për diskriminim që bëhet kundrejt të shumicës. Elementi tjetër që një pjesë e kësaj elite frigohen nga feja islame dhe mundohen t'i bëjnë padresi dhe t'i bëjnë pengesa në zhvillimin e vet, është se feja islame përputhet me shumë karakteristika, mësimet e fesë islame përputhet me shumë karakteristikat e popullit shqiptar. Dhe kjo ka qenë shkaku që shumë shqiptarë janë konvertuar në musliman të kaluar, sikurse përmend Thomas Arnoldi në historinë e përhapjes së Islamit, njëri si studiues jo musliman i këtij fenomenit. Do thotë se burrëria, besa, do thotë respektimi i fjalës së dhënë, bujaria janë elemente që më të madhe i promovojnë feja islame dhe ato janë gjëra që shqiptarët i kanë si karakteristika kombëtare. Dhe fal këtyre karakteristikave kombëtare, ata Islami do të ketë rol të madh dhe të rëndësishëm në popullin shqiptar dhe nuk do të mund të qëllënjoset pa marrë parasysh sa japin ata mund edhe kontribut. Sot është domethënë një valë politike, diplomatike dhe kulturore për integrimet euroatlantike dhe dikush mundohet të jep makijazh domethënë të kësaj natyre kombit shqiptar, mirë po natyra e vërtet e popullit shqiptar, këto karakteristika që ka që përputhen me mësimet e rëndësishme që ka feja islame dhe monoteizmin që ka si bërtham bazë të fesë së vet, do të jetë ajo që dominonte mendja e shqiptarëve dhe normalisht do të ketë një perspektivë shumë të madhe dhe shumë të mirë. Dhe elementi katër që mund ta themi në këtë drejtim është se përderisa Gadishulli Ballkanik është një vend që zakonisht do të ketë një prioritet dhe rëndësi gjeostrategjike, të kaluarën sot dhe në të ardhmen. Dhe përderisa forcat e mëdha të kaluarën i ka dhënë një rëndësi të madhe Gadishullit Ballkanik dhe shqiptarët kanë luajtur një rol të madh dhe janë mbajtur me forcat e mëdha, sikurse të kaluarën me Perëndimën Osmane, e sot me forcat e mëdha domethënë perëndimore, të ardhmen gjithashtu do të marrin me forcat e mëdha dominante në botë. Dhe padyshim të gjitha studimet gjeostrategjike tregojnë se Islami si fe do të ketë një ndikim të madh në një të ardhme të afërt në raportet gjeostrategjike dhe normalisht ky popull që ka ditë të vlerëson vazhdimisht domethënë se si duhet vepron me forcat e mëdha, do ta ketë një vendim të urtë edhe të mirë, konform edhe këtyre raporteve të reja që do të krijohen në botë dhe Gadishulli Ballkanik mes tyre, do të ketë domethënë komunikim dhe kontakte me forcën dominante në të ardhmen dhe për këtë shkak domethënë Islami ka pas, do të ketë dhe do të jetë pjesë e fatit të këtij popullit, pa marrë parasysh tendencave, pa marrë parasysh improvizimeve, skenareve që dikush i përgatit për ta anashkaluar dhe marginalizuar fenë islame nga jeta individuale, kolektive, publike, personale e muslimanëve dhe shqiptarëve në këtë vend. Normalisht media luajnë një rol të madh në këtë drejtim, ata mundohen që çdo kthim të rinjson në fe dhe praktikim konkret i fesë dhe shfaqje të devotshmërisë ta paraqesin si radikalizëm, dhe tani e kanë gjetë një emër të ri vahabizmi si gogol me të cilën e friksojnë popullin. Kjo nuk do të kalon se çdo do thotë luftë mediatike islamofobe e pa vërtetë dhe pa fakte do të del bllaf para popullit edhe normalisht njerëzit sot janë të shkolluar, janë intelektualisht të ngritur, vedia kritike është e ngritur në një nivel më të lartë se ka qenë të kaluarën dhe nuk mund t'i gëlltit këto blofe që mundohen mediat
ti lansojnë her pas here në mesin e popullit tonë. Andaj, të nderuar vëllezër, kemi ne musliman të rahatshëm se ardhmëria e këtij popullit është një ardhmëri e mirë për shkak të një pjese të madhe aktive të rinisë që është në këtë popull dhe janë musliman dhe ja dojnë të mirën fesë dhe ja dojnë të mirën vatanit dhe popullit dhe do thot për shkak të përcaktimeve të kaderit të Allahut Dhul Xhelal për një ardhmëri të mirë të këtij vendit, do të ketë një ardhmëri të lumtur edhe ky popull, po edhe feja jonë islame me lejen dhe ndihmën e Allahut. Elusim Allahun që neve të na jap zemër gjërësit, na jap mirëkuptim, na jap besim të thellë në Allahun fuqiplot, mbështetjen e Tij, dhe të kemi elan dhe energji për të vazhduar në punët e tona të mira, në thirrjen e të mirë, në përhapjen e këtyre vlerave, për skejt të gjitha pengesave që na vendojnë në rrugë, duke mos bërë gabime me të cilat do t'ju japim material për të sulmu fenë islam dhe muslimanët pa të drejtë qarqet e caktuara islamofob. Allahu na dhash suksese dhe të mira, Zoti ju dhash mirësi dhe mbarësi në vitet e ardhshme dhe na dhash elan për të vazhduar ta përhapim këtë mirë. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.